Sot është fitore e të gjithë qytetarëve të kryeqytetit, sot është fitore e të gjithë Kosovës. Prishtina tregoi që don zhvillim, Prishtina tregoi që nuk don bllokim. Pra shkojmë përpara drejt të djathtës së zhvillimit. E thojmë jo sabotimit. E filluam 4 vite më parë me projekte të mëdha për transformim të kryeqytetit tonë të zemrës, sepse Prishtina nuk është vend i vogël, Prishtinën tash po e bëjmë metropol së bashku. E filluam me një vizion të qartë, filluam me qindra projekte, shumë prej tyre i kryjmë, shumë prej tyre janë në proces, e këto 4 vitet e ardhshme Prishtina do të lexojë, ju premtoj. Me unazën e kryeqytetit, gjithsesi si projekt madhor që do ta shtyjmë përpara. Tash jemi edhe një koqir të lojrave mesdhetare 2030. Unazën e mbrëmshme po e përfundojmë, rrugën Gjimgjema po ashtu. 10 shkolla kemi filluar, po i përfundojmë me plus 5 tjera, me mësim tërditor, me transport të ri të Prishtinës, po e vazhdojmë edhe transportin e ri metropolitan. Dhe i kërkoj edhe kundër kandidatit tim që të reflektoj. Që të bashkëpunoj, sepse është për të mirën e të gjithë fëmijëve dhe të fëmijëve të tij. E thras qeverinë e tashme të detyrë dhe çfarëdo qeverie që do të vinë të ardhmen, që t'jetë bashkëpunues me kryeqytetin, sepse kryeqyteti është motori ekonomik i zhvillimit të gjithë Kosovës. Kryeqyteti është zhvillimi i artit e i kulturës i gjithë Kosovës. Kryeqyteti është zemra e gjithë Kosovës e i kombit tonë, prandaj kushdo që vjen në nivel qendror duhet të jetë bashkëpunues, e unë nuk kam dyshim që edhe një muaj e gjysmë do ta kemi edhe